Ish-presidenti Amerikan Bill Clinton dhe bashkëshortja e tij Hillary Clinton, ish sekretare e shtetit, kanë rënë dakord të dëshmojnë hetimin e Kongresit lidhur me abuzuesin seksual Jeffrey Epstein. Vendimi merret disa ditë para një votimi të planifikuar në dhomën e përfaqësuesve për të mbajtur përgjegjës çiftin Clinton për shkak të refuzimit për të paraqitur para Komitetit të Mbikëqyrjes së dhomës së përfaqësuesve, pas një përplasje që ka zgjatur disa muaj. Bill Clinton kishte njohje me Epstein, i cili vdiq në burg në vitin 2019, por ka mohuar se kishte dieni për krimet e tij seksuale dhe thotë se i ndërpreu kontaktet me të rreth 2 dekada më herët. Nuk është ende e qartë se kur do të zhvillohen dëshmitë, por kjo do të jetë hera e parë që një ish-president amerikan dëshmon para një paneli të Kongresit që nga viti 1983, kur këtë e bëri Gerald Ford. Të hënën në mbrëmje, zëvendës shefi i stafit të Bill Clinton, Angel Urena, postoi në platformën X duke konfirmuar se çifti do të paraqitet para komitetit. Ata negociuan me mirëbesim. Ata ju thanë në betim atë që din, por juve nuk ju intereson. Megjithatë, ish-presidenti dhe ish-sekretarja e shtetit do të jenë aty, shkroi Urena. Çifti thotë se më parë ka dhënë komitetit deklarata nën betim dhe se tashmë kanë ofruar informacionin e kufizuar që kishin mbi Epstein. Ata kishin hedhur poshtë thirrjet ligjore si asgjë më shumë se sa një manovër për të turpëruar rivalët politik të presidentit Trump. Bill Clinton nuk është akuzuar kur për shkelje nga të mbijetuarit e abuzimeve të Epstein dhe ka mohuar se kishte dieni për krimet e tij seksuale. Regjistrat e avionit privat të Epstein tregojnë se Clinton kreu 4 fluturime ndërkombëtare në vitet 2002 dhe 2003. Ish-presidenti shfaqet gjithashtu në pronën e financierit të ndjerë në disa fotografi, ndër të cilat një duke notuar në pishinë, ndërsa një tjetër e tregon të shtrirë në shtëpinë me duart pas kokës, në atë që duket të jetë një vask me ujë të nxehtë.